A e ka luksin Kosova me pëlqy ose mos me pëlqy një administratë caktuar amerikane? Se tash e dim që është u udhëheqet nga Donald Trump me politika jo dhe shumë konvencionale, që edhe përmend sa herë që e kanë dalë një luftë në Kosovë. Unë kam një ndjenjë ndryshe, për shembull, unë s'muj pa e thonë që ushtrinë, Trepçën, dhe pamarrësimin energjetik i kemi kryer në kohën e Trump-ni. Pra mos e harroni, ne duhet vetëm me ndjek bilateralen. Amerika e vendos kush qeveris, Amerikan. Edhe ata janë demokraci e vjetër, ata e vendosin. Ne vetëm duhet me këqyr marrëdhëniet tona bilaterale, cila tema i kemi, edhe me i kry. Po ju thomë kështu, presidenti Trump edhe kjo administratë kryen punë. Pra mos e harroni, janë vërtet veprus. Kjo mund me qenë avantazh tonin. Pra, nëse demokratët kanë pas disa përparësi tjera, ne duhet me këqyr cilat përparësi i kanë republikanët, në këtë rast presidenti Trump, administrata e tij, edhe me njëherë me i kry punë tona. Pra, ato që i kemë punë me i kryje. Unë besoj që muj me i kry këto punë, pra antarësimin në NATO, përmbylljen e çështjeve të hapura në rajon, rikthimin e zhvillimit ekonomik edhe forcimin e vetvetes, identitetit tonë, mu kthy edhe ne një brand, kur e thon brand më të vërtet besojnë te, se Kosova mund me qenë një shembull, një historie që me lakmu të gjithë.